Ky është projekti përfundimtar i kampusit universitar të Tiranës. Ai është planifikuar të ngrihet në hyrje të qytetit studenti, në një sipërfaqe prej 40.000 metra shkatror, aktualisht fusha sportive e universitetit. Kampusi parashikohet të zgjidhë përfundimisht nevojat për ambiente. Rektori Dori Kule deklaroi se ai nuk do të jetë vetëm për disa fakultete, por për të gjitha shkollat e larta që ka Universiteti i Tiranës. Kampusi do të jetë me logjikën jo të fakulteteve, jo të domeneve të fakulteteve ndryshme, por do jetë i Universitetit të Tiranës dhe me logjikën që funksionon në Perëndim, godinat janë për të gjithë. Pra bëhet orar për të gjithë studentët atje, domethënë shfrytëzohet ambienti në mënyrë efektive duke mos lënë asnjë minutë bosh. Javën që vjen, rektori Kule do dorëzojë në Bashkinë e Tiranës dosjen për kampusin universitar dhe kërkesën për lejen e ndërtimit. Universiteti i Tiranës me të ardhurat e tij do të financojë 2 milionë euro për fillimin e punimeve, por kërkon mbështetjen e qeverisë dhe donatorëve të huaj për realizimin e plotë të tij. 25 milionë euro është vlera e gjithë kampusit të Universitetit të Tiranës, ndërkohë sipërmarrësit privat kanë financuar ndërtimin e një qendre informatike dhe kërkimore në Fakultetin e Ekonomisë. We believe that education... Arsimi është një nga shtyllat kryesore të përparimit të shoqërisë. Ne besojmë te kjo dhe prandaj kemi investuar. Investimi kryer për ndërtimin e kësaj qendre kap shifrën e 30.000 eurove.